shpend analiza jote e 11 majit, ose më saktë pos 11 majit? Thjesht nuk dim të fitojmë. E djatha nuk di e ka humbër busullën. Nuk di të fitojmë. Do të thënë, a do quajmë Hajdutin Hajdut, nuk është se na ka vjetë për herë të parë Rama votat. Në çdo lloj pretendimi, në zgjedhje lokale, në zgjedhje vendore, në zgjedhje të përgjithshme, Rama ik, Rama Hajdut rrin 6 muaj nuk njohin zgjedhjet, pastaj u lezeton rroga dhe vazhdojnë hipokrizin kolektive deri në zgjedhjet e tjera ku premtojnë të njëjtat gjëra, por që kanë harruar se çfarë premtojnë. Nuk e prisje fare këtë rezultat duke pasur parasysh që përpara zgjedhjeve kishte një pritshmëri që zoti Berisha të deklaronte një emër të ri për kryeministër. Tek ata lloj personazhe që kam një lloj admirimi si një burr i moçëm që ke çfarë të vjelësh nga eksperienca vet politike e Sali Berishës, por në diskurin tim publik, sa herë që jam prezantuar si berishist, e kam thënë me gojë hapur dhe Luani di shumë mirë që unë vetëm berishist nuk jam. Pra nuk e kam fare konceptin e liderit politik siç është Berisha brenda partisë, që do t'i ketë gjithë pas vetes dhe të ketë besnikët e vet. Partia është shoqëri aksionere në thelb. Mund të vish edhe ti që nuk shkon me mua, por kemi interes për bashkët sepse duhet krijosh një lloj check and balance. Që të pretendoj që Berisha do dilte me këtë lloj pretendimi që thatë juve që do jetë ky kryeministri i ardhshëm, ky ministri i brendshëm me të gjitha.